Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm për gjitha mirësitë e Tij, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e Tij, shokët e Tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke u shoqëruar edhe me tutje me komentimin e kaptinës El Mulk, kaptina e sundimit apo pushtetit, kaptina për cilin kemi thënë se preferohet të lexohet çdo natë para xhumit. Është preferencë profetike për të mos u kthyer para dy ligjëratave të ri që kemi filluar komentimin e kësaj kaptine, për ata që dojnë me ditë çka kemi sqaruar në ligjëratet e kaluara, mund të kthehen në rrjetet sociale gjenden ligjëratat. Ky është takimi 4 me këtë ligjërat ose me komentimin e kësaj kaptine. Kemi thënë se kjo kaptin është mekase. Dhe kaptinat mekase, natyrshmëria e tyre është, ose tematika kryesore është, Allahu sjell argumente logjike për ekzistencën e Allahut. Sjell Allahu lloj-lloj argumente logjike që të bindën njerëzit në ekzistencën e Allahut, ta njohin Allahun, ta pranojnë Allahun dhe ta adhurojnë Allahun. Nuk mjafton pra, kemi thënë shumë herë, po eri përsërisim, nuk mjafton me thonë unë besoj Zotin. Krejt njerëz që besojnë Zotin, madje edhe ata ateistat që ashtu dalin media, po në fakt e kanë një mbërëndësi tyne që në fund prap dorëzohen. Nuk mjafton kjo. Duhet me njoft Allahun, me besu Allahun, me adhuru Allahun. Kjo është ajo që kërkohet. Prandaj të ndershëm vëllezër, në ligjëratën e kaluar e kemi shpjeguar citatin numër 4, ku Allahu thret në meditim në qiej. Dhe tregon Allahu xhelle xhelalu se i kemi kriju 7 palë qiej, njëri mbi tjetrin. Dhe kemi folur për këtë citat, sepse ka detaje. Në citatin e radhës, Allahu xhelle xhelaluhu sjell edhe një detaj për qiejt. Pra gjithmonë me meditu, me sjell fakte, me u bind njeriu në ekzistencën e Allahut dhe se Allahu është i vetmi i denjë për të adhuruar. Allahu xhelle xhelaluhu thotë: "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir." Ne, po thot Allahu xhelle xhelaluhu, e kemi zbukuru jo ke qiejt, po qiellin e kësaj bote. Pra në citatin paraprak thot Allahu i kemi kriju 7 palë qiej. Tani po thot ne e kemi zbukuru vetëm qiellin e kësaj bote me kandila ndriçues, me yje ndriçues. Pastaj wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin, dhe i kemi bërë yjet goditës të djajve. Wa atadna lahum 'adhab as-sa'ir, dhe për ta, për djajt kemi përgatit dënim, pra zjarr përvlues. Gjithsesi që edhe në këtë citat kemi mësime të shumta. Prej mësimeve është Allahu thret, pra vazhdon me thirrje që të meditojnë njerëzit rreth krijimit të kriaturave të Allahut në këtë formë. Kemi thënë në ligjëratën e kaluar, vetë forma e krijimit të qiellit pas një shtyllë dhe e tërë kjo hapësirë me të gjitha këto galaktika dhe krijesa brenda tij janë argument për neve për të bindë. E pastaj Allahu thotë, qiellin e botës, pra e kemi specifikuar qiellin e dynjas, quhet ky qielli që një pjesë të tij ne e shohmi, një pjesë të tij e shohmi ne, e kemi zbukuru, po thot Allahu, me kandila ndriçues. I ka quajt Allahu yjet kandila ndriçues. Do të flasim për te, sepse kështu thon dietarët islam, duke i përmbledh faktet që flasin për yjet, thonë që Allahu xhelle xhelalu i ka kriju yjet për 3 gjëra. Një, siç e thot këtu, kandila ndriçues. Pra bojnë dritë
Zbukurues madje ka thujt Allahun këtë citat koranor, e kemi zbukuru qiellin e kësaj bote. E pastaj është temë në veti krejt, nëse dikush prej të moshuarve do të kishte pyet. Para 30 viteve, 40 viteve, 50 viteve, e ma herët, gjithmonë në mbrëmje i kemi pa yjet. Pse sot s'pishohemi? Të moshuarit e bojnë këtë pyetje, jo të ritë, se të ritë nuk i kanë përjetu këta. Sepse atëherë nuk ka qenë kë ndryshim i joni, i rrugëve, i shtëpive, dhe nuk ka qenë kë industri që është sot, e cila e pengon pamjen e yjeve. Me dalë në pyje, ose në shkretin, prap duken yje që shin duk, kur kemi qenë të vegjel ne në venin tonë. Por kjo është një prej arsyeve. Kryesorja nga urtësia e krijimit të yjeve është pra ndriçim, zbukurimi i qiejve dhe ndriçim. E dyta, goditës të djajve. Sepse djajt vëllezër, ky citat ka citate tjera që specifikojnë, djajt, pra po flasim për shejtanët, vazhdimisht mundohen të marrin informata nga qielli. Dhe Allahu xhelle xhelalu po thot, ne i godasim djajt përmes yjeve. Praktikisht mrena yjeve ka objekte që i godasin djajt. Dhe për ta po thot Allahu kemi kriju, kemi përgadit zjarr të dhimbshëm ose zjarr përvlus. Dhe treta që urtësia që në kriju yjet është pra janë objekt i orientimit të njerëzve. Njerëzit janë orientuar të kaluarën, pra kur nuk ka pas rrjete sociale, kur rrugët nuk kanë qenë të definuara, përmes yjeve janë orientuar. Që ky ylli kanë thënë çon çit vend. Përmes çit yllit përfundon çit vend. Kjo s'po flasune çka kanë fol para 500 viteve, po flas që kemi mri ne të moshuarit, i kemi mri të tregu kur kanë udhëtuar natën, për shembull 20 km, 30 km në kam, për çdo ditë i kanë shkput, për shembull edhe vendeve që janë përreth Prishtinës, ata që kanë nga zona Koliçit e tjerë, përmes yjeve kanë ditë se ku çon që ky ylli, në cilën rrugë çon, në cilin vend çon e kështu me radhë. Pra, gjithmonë janë orientuar me yje. Prandaj Allahu këtë citat kuranor i zbërthen këto vlera. Bukuria e yjeve të ndershëm vëllezër, për mësimeve që nxjerrim tregon për madhështinë e Allahut xhelle xhelalu. Unë nuk po hy në aspektin shkencor me fol për madhësinë e yjeve dhe llojet e yjeve, këto ju takojnë juve. Sa më shumë që të lexoni, edhe më bindeni në ato që po thot Allahu. Pa hy po them në detaje sepse me detaju gjërat na duhet me fol një vit për këtë kaptin. Por derisa Allahu xhelle xhelaluhu ka fol në mënyrë të specifikuar për diçka, dije që atë mshifet shumë urtësi dhe ka vlera. Prandaj Allahu këtu flet për yjet dhe flet do thot për diçka nga mirësitë e yjeve. Pyetja që këtu tani mund parashtrohet, pse tërë këto fakte logjike? Pse të gjitha këto argumente në këtë kaptin që i sjell Allahu edhe në kaptina të tjera? Krejt këto i sjell Allahu xhelle xhelaluhu që njerëzit të binden Allahu xhelle xhelaluhu, të kthehen Allahu xhelle xhelaluhu, të besojnë në Allah. E nëse ata nuk besojnë, çka ndodh me ta? Ky është citati i radhës. Citati i 6, pra pasi që Allahu i sjell disa fakte logjike, pastaj ata që nuk binden thot Allahu: "Walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir." Sa i përket pa besimtarve, mohuesve të Zotit e tyre, ata që mohojnë Zotin e tyre, i pret azabi i xhehenamit, dënimi i xhehenamit, dhe sa vend i keq është ky. Vëllezër të ndershëm, jo shumë larg nga kjo kohë e kemi sqaruar kaptinën El Insan, kaptina e njeriut. Ju kujtohet sigurisht sepse frikë kemi përfunduar. Dhe kur kemi fol për kaptinën El Insan, kaptina e njeriut, atje për plot kemi gjetë fakte që flasin për xhenetin. Muj me thonë mbi 90% të citateve në kaptinën El Insan për xhenetin. Madje jo vetëm kaq, për detajet e xhenetit. Kjo kaptin tash fillon me fol për të kundërtën, për xhehenamin,
Dënimi që i pret njerëzit që nuk e besojnë Allahun, nuk e adhurojnë Allahun, i shkelin vijat e kuqe kështu me radhë. Çka do të duhej në start ne si besimtar me kuptu nga që kjo? Që Allahu përshkruan argumente, fakte të xhenetit dhe përshkruan fakte për xhenemin. Në radhë por duhet me falendëru Allahun që na njofton se çka na pret. Sepse kemi thënë atje te kaptina El Insan, kur Allahu na flet për xhenetin, na josh, na i bën të këndshëm, se e bën që të mund të pret që kjo. E këtu tani, Allahu na i tërheq vërejtjen, sepse sikur Allahu të mos na i tërheqte vërejtjen, çka do të bënim na? Çka do të bënin njerëzit? Llogarit krejt faktit kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet për rrezikun xhehenami është kështu edhe ky ndeshkim edhe pra vazhdojnë njerëz me mëkatu me bogjina. Mos me pas këto argumente, çka kishin me bën njerëz. Edhe më shumë. Pra, në radhë pare falenderojmë Allahun që ne ka tërheq vërejtjen, ne ka bë me dije çka na pret, çka i pret njerëzit, nëse i shkelin vijat e kuqe, pra mëkatojnë. E Allahu xhelle xhelaluhu pra në këtë citat fillon me fol, sepse na tham arsyeja që Allahu po i përmend qiejt, arsyeja që Allahu po sjell fakte logjike për ta njoftë Allahun është me besu Allahun. Ata që si besojnë, Allahu po thot, i pret dënimi i xhehenamit. Shpesh njerëz në këtë kohë vëllazër jenë botë ndihshëm. Kur i flet për xhehenamin, hoxhë veç për xhehenamin po na folni. Bona hiuni që një vjet s'kum fol. Bona hi që një vjet s'kum fol. Allah na fal, s'është dosh më shpesh me fol. Një herë flet bona hi dikush sot qillon këtu, ligjërat sa herë përshkruaj thot në për xhamia, veç për xhehenamin folin hoxhallar. Se ai personi nuk i kthehet një 99 ligjërata që kum folën për xhenetin, e kum fol për këtë jetë. Pra mos i kuptoni kështu gjëra vëllazër. Mos i paraqikoni hoxhallar. Sepse na duhet me mojt balansin, mos e në radhë por na rrezikohemi. Nëse ju flasim veç për xhenetin, çysh e kish kuptuar një njeri, për shkak një njeri, po e marrim një njeri që ka 15 vite që në xhami. Plakët ai të ndëgju veç për xhenet. Çka ta mërmend ty, çysh e kupton ai versionin e Kuranit? S'pas ka dënim, grahi gjinaqë, dënim kërkon hoxha për 50 vjet, 60 kur s'ka fol për xhenem. A mund të kuptohet çështë? Mund të kuptohet. Pastaj vëllazër, ata që jetën e kanë të shfrenune, kur të flitet fjala e dënimit të xhehenamit, në një farë forme, sikur i nxjerr prej asaj, po themi gjendjes që janë. Në fakt do duhej kështu me kuptu, me dal prej këtij kollapsi, prej këtij ngërçit të dynjas. Po, se kjo është urtësia, vëllazër, kjo është Allahu xhelle xhelaluhu. Pra, për rahmetit Allahut është që Allah ne përkujton xhehenamin. Që njerëzit të frigohen, të tuten, ta dinë se çka i pret nëse i prik vijat e kuqe. Pra në këtë citat Allahu xhelle xhelaluhu fillon me tregu që ata që nuk besojnë i pret zjarri i xhehenamit. Mirë, po në fund citatit e ka përmend Allahu një detaj. O bi'sel masir. Sa vend i keq është xhehenami. Nga që këtë citat e këndej, fillon Allahu me fol tash për detajet xhehenamit. Sikur që edhe një herë pju lidhi me kaptinën El Insan. Allahu ka fol për xhenetin, ama kur ka fillu me fol pastaj për gjelmoshat e xhenetit, për lumejt e xhenetit, për ulset e xhenetit, madje për gotat e xhenetit. Këtë kjo e kena shpjegu ata që s'kan prezantuar më herët kthenu. Mundi mu kthy drejt në Koran, s'ke nevojë mu kthy ligjëratat mia, kthenu drejt në Koran i gjeni këtu në kaptinën El Insan. Allahu tash flet për detajet e xhehenamit. Dhe thot në citatin 7: "Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan", kur të hudhen te, kur dëgjohen, s'po thot këto kur të hyjnë. Kur të hudhen po thot, kur dëgjohen te, sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kanë me ndëgju një zë të tmerrshëm. Kanë me ndëgju zë të tmerrshëm. Thuhet për vetë xhehenamit, e thuhet për njerëzve. Do më thonë, vujtje që i vuj njerëz, këta grupe që hudhen tash i ndëgjojnë ata që i në hima heret, ose nga vetë zjarri. Pra,
ndëgjoj një ushtim të tmerrshme të vlimit të zjarrit. Sikur që e keni vërejt për shembull nëse ndizet një zjarr i madh i kësaj dyjaje që është një 70 pjesë e zjarrit të xhenemit, ndëgjohet larg, aq më tepër nëse është në një grup, ndëgjohet hala më larg. E kështu me radhë llogaritën te kur të hudhen njerëzit. Pra Allahu xhelle xhelaluhu po don me përshkruaj detaje vëllezër. Ky nuk është një historik që të përshkruaj Allahu. Allahu është të përshkruaj realitet, jo histori. Ka ndodhur diçka në të kalunën, Allahu po na tregon. Jo vëllezër. Allahu po tregon çka ka më ndodhur. Zotëruna nëse ai hyn në xhenem, çike e pret. Allahu në start të citatit, në fillim po thot, idha ulqu fiha, kur të gjuhën te. S'po thot Allahu kanë me shku të nderun, të respektun, të i përshëndet, mos u mërzitni, keni me hi pak, pa apet delni, jo s'ka kështu. Kanë mu hudh, do më thonë, hudhja, forma, qysh hudhen, jep me kuptu që kemi vujt diçka shumë të tmerrshme. Citati 8, po du me cekët citatin e 8, pastaj më nxjerr nga dy citate diçka mësime. Thot Allahu xhelle xhelalu, "Takadu tamayyazu min al-ghayz." Po thot Allah, don me shpërthy, don me plas nga mlefi xhehenemi, nga njerëzit që i ka aty. Pse njerëzit erdhën këtu? I kanë pas mundësit me hinë xhenet. Ja kum çu pejgambert, ja kum zbrit librat, pse erdhën këtu? Kullema ulqiya fiha fawjun. Allahu po, secili grup që hudhet, që gjuhet në te, se lehum khazanatuha alam yatikum nadhir. Rajtarët e xhehenemit i pyesin, po çka ju solli këtu? Pas keni pas ju pejgambera, pas keni pas ju hoxhallara, as keni pas ju libra. Do më thonë, ndin këtë çardhje ele edhe engjëjt, me laqet, rritarët e xhehenemit ndin këtë çardhje, pse erdh këtu? Po dojmë tani të ndershëm vëllezër, me nxjerr disa mësime. Pra, në radhë parë, të dy citatet përshkruajnë realitetin, qysh e ka përshkruar Allahu realitetin e xhenetit, e përshkruan Allahu xhelle xhelalu realitetin e xhenemit, çka i pret njerëzit, me qëllim që të mos befasohen ata kur ta shijojnë. Xhenemi të ndershëm vëllezër është i tmerrshëm, e aq është i tmerrshëm, këto citate i ka përshkruar Allah vetëm këto detaje, ka edhe citate tjera që përshkruan Allah detaje tjera, kur t'i vije koha i shpjegojmë. Prej detajeve këtu që i përshkruan Allahu xhenemit është hudhja e njerëzve. Veç hudhja o përbuzje. Veç që të gjumë dikush, për shembull e ke vrejt, pra, këtu shembull Allahu parafërsisht i përshkruan në vëllezër. Dallim shumë i madh në mes atij që të shoqëron, në mes atij që të rrezon, edhe mes atij që të hudh prej larg. Dallim shumë i madh. E Allahu vujtin e ka përshkruar kështu, që kanë mu hudh në te. Pastaj përshkruan Allahu detajin që e shpjeguam më herët, ushtimin që e lëshon zjarri i xhehenemit. Domethënë vetëm ushtima që e lëshon, njerëzit kanë me vujt për ushtimes deri më prej zjarrit edhe formave tjera ndëshkuese që Allahu ka përshkruar në Kur'an shumë detaje. Pastaj Allahu po thot, vetë xhehenemi po don nga zemërimi, po don me pëlqit. Pse njerëzit erdhën këtu? Pse nuk dolin në xhenet? Pse nuk kanë hinë në xhenet, po kanë ardhur me vujt? Pra, xhehenemi vëllezër është krijesë e Allahut. Sikur që xheneti është krijesë e Allahut. Allahu e ka krijuar xhenetin, edhe xhehenemin, edhe krejt çka ka. E xhehenemi, si thonë dietarët islam, pra e shpreh këtë çardhje për shkak se njerëzit e kanë pas mundsinë, ju ka thënë Allahu pejgamber, ju ka zbrit Allahu libra, ka thënë Allahu dietarën e po flasim për kohën tonë, krejt këto media, këto mjete të teknologjisë, këto librat e shtypura, këto ligjërata që mbahen, ende dikush me vesh të shurdhër. Pra të ndershëm vëllezër, ja far dallimi i madh në mes xhenetit dhe xhehenemit. E keni patjen të xheneti, me laqet ju shprehin mirësardhje. Selamun aleikum, japin selam. Tibtum, mirë se keni ardhur. E shumë citate të ngjashme. Hyn pastaj me laqe që shka në hadithet sakta.
thot pejgamberi sa në çdo dhën hym, në çdo dhom, pallat hyn dhe japin selam. Mirë se erdh. Citati tjetër. Bima sabertum, a peshe keni bon sabër, qëre e keni fitu xhenetin e të ngjashme. Këtu s'është kjo. Këtu nuk është kjo mirëseardhje. Këtu ka hudhje, këtu ka përbuzje, po dallim shumë i madh mes dy vendeve. Krejt kjo pse të ndershëm vëllezër, sepse jenë keq përdor faktet. Krejt që kjo gjendje e njerëzve, nëse kish pyet dikush se koha po s'ka don, pse krejt kjo kështu? Keq përdorimi i po themi kartës tjetës. Ka thirrë rezani, dikush ka lënë qitu te xhamia, ama ati doket diçka sukur shumë e rëndëmt. Harrën që këtu du të me hitesh mu fal, o koha mu fal. Vje Ramazani, ai merr si mujt rëndëmt, vje koha namazit, nuk i bë për shtypje, edhe e befason vdekja në çat gjendje. Qysh e qunë Allahu si gjendje? Fe asabetkum musibetul maut. Dhe ju godet fatkeqësia e vdekjes. Çat gjendje nuk jep mua Allahu mundësinë mu pendu. Prandaj vëllezër, pe përmbylli këtë ligjase se shumë çka kam me thonë. Pendohu, mos e zgjat, kem katu, ke bë gjuna, pendohu aty para ty. Mos e le haj se kam shku numre. Mos e le kur vjen Ramazani tjetër, se ndoshta se më rrin. Ndoshta je gjallë, po nuk ta mundson Allah. E ke hub mundësinë dhe shansin. Prandaj këto janë ato përshkrimet e Allahut xhela xhelaluhu, Allahu na mbrojë nga zjarri i xhenemit, Allahu na udhëzoft, i pranoj veprat tona dhe tjujat, Allahu na i bëft nasib xhenetin, Zoti ju shpërblet për vëmendjen, do të vazhdojmë edhe me tutje inshallah me komentimin e kësaj kapitine. Alhamdulillah.